Fshjeto miq të dashur dhe të vërtetën e saj. Megjithatë, para se të përshëndes zonjën në fjalë, kam një lajm fundit për të përcjellë miq të dashur. Nuk e dini se do të jetë gati kolegu ynë Klajdi Bolli, megjithatë një informacion paraprak nga ana e policisë, pra duke u gdhir dita e sotme rreth orës 2 të mëngjesit në rrugën Mihail Gromeno në Tiranë është konstatuar pa shenja jete në automjetin e tij të parkuar brenda garazhit banesës. Dyshohet i vetvrar me armën e shërbimit. Shtetasi GL 47 vjeç, punonjës i Gardës së Republikës. Grupi hetimor vjen punë për sqarimin e plot rrethanave. Burimet thonë se shtetasi GL është tek grupi i shoqërimit të zotit Blendi Çuçi. Mbetet për të verifikuar, do të kemi pas pak kolegun ton për të na dhënë më shumë detaje. Sidoqoftë tani spostohemi tek zonja Verusha, kurteze e cila do të jetë gati në këtë lidhje video. Mirëmëngjes zonja Verusha. Pyetja e parë që kam për ju është, nga informacionet që kam nga kolegët e mi, keni 9 muaj që flini jashtë, diku? Muaj nga shtatori vitit 2024 që flej në një makinë në për rrugë në Belësh. Në Belësh? Edhe për para hipotekës Elbasan. Pse zonjë? Arsyeja është kjo. Jam larguar në vitin 1997 për jashtë dhe kam 28 vjet që jetoj kam mbaruar shkollën e lartë në Tiranë dhe jetoj 14 vjet në Greqi dhe në Gjermani. Kam ardhur çdo 2 muaj. Por në një shtator dosa përfundimisht të nxjerr tapit e tokave me ligjin 7501. E lash Gjermaninë, punën dhe familjen. Mendova se 2 muaj, 3 muaj procesi do të mbaronte. U informova në fillim nga ana ligjore, megjithse puna ime jashtë shtetit gjithmonë ka pas të bëjë me ligje dhe me letra. U informova nga ana ligjore si fillim, pastaj aplikova me të gjitha dokumentat e sakta. Por kur nuk e dija vazhdimin se çfarë do të më priste deri sot që po flasim bashkë. Cili është kalvari që keni kaluar dhe problematika juaj konkrete? Me sa kam kuptuar, duke dëgjuar edhe në Athinë dhe në Selanik zotin Edi Rama emigrant, ktheuni në Shqipëri, përse duhet investoni në për shtetet e tjera, përse duhet ndërtoni shtetet e tjera përderisa keni një pasaportë shqiptare. Mendova që duke mbledh kursimet e mia të fundit të marr tokat e 7501-shit dhe të hap një biznes edhe unë me kursimet e mia. Ato që kam hasur kanë pas të bëjnë vetëm me institucionet, fillimisht me Bashkinë Belësh, me kryetar Arif Tafanin. Pastaj me policinë Belësh Cërrik, sepse që të nxjerrësh tokat e 7501-shit, institucionet janë të lidhura. Pastaj me noterët, me një pjesë të noterëve të zonës Elbasan. Tani, nëse do t'ju them pak gjëra kryesore, por çdo gjë i kam të kryqëzuara me fakte. Prej 10 muajve kam një çantë që ka më shumë fakte se çka çdo avokat në gjithë zyrën e tij. Po, ngërçin ju a bën bashkia apo kadastra? Apo të dyja? Fillimisht që unë fle në rrugë ka filluar nga bashkia, duke qenë se unë pas 2-3 muajve nuk mbarova me procesin e tokave të 7501-shit, vendosa pas 2 muajve që fleja në makinë në kopshtin gjithë me shtëpinë e babait tim ku jam bashkëpronare, vendosa një dhomë druri, ka solle druri 7 metra katror, e ndërtova natën vetëm. Në 5, duke qenë se kisha bërë një kërkesë në bashki që këtë pjesë toke ta marr me qira të vendos të dhomë druri derisa të dalin tapit e tokave, të marr tokën time dhe të vendos këtë dhomë druri si fillim. Me qenë se bashkia brenda 2 orëve e shembën dhomën e drurit, dyert e shtëpive u mbyllën të gjitha, edhe noterët në rrethin e Elbasanit dhe hipoteka me fakte më thonin nuk je pjesëtare tek shtëpia e babait tënd ku aty është një shkronja F, zotëri në hipotekën e Elbasanit dhe të gjithë rrethin, do të thot familje bujqësore, që shoqërohet me certifikatën 91-shit unë jam pjesëtare. Pavarësisht kësaj,
Unë u detyrova me dyert e jashtme të gjitha të mbylluar të flen në makinë përpara policisë Belësh, përballë kamerave në për lokale, hotele, benzinata dhe përballë kadastrës Elbasan, sepse të gjitha këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Duke bërë denoncime në policinë Belësh për dhunë nga vëllai im Gëzim Paja, duke u paraqit në gjykatë për urdhër mbrojtje, duke mos më dhënë urdhër mbrojtje, duke u paraqit përsëri për denoncim të dytë për dhunë, duke ma kthyer në paditë të rrem prokuroria dhe duke mbyllur çështjen, u detyrova të largohem të flen Elbasan në Durrës përpara policisë në një makinë me një hekur brenda, nga frika. Kudo që shkoja dyert ishin të mbyllura. Hipoteka e Elbasanit është kalvari i vuajtjeve të mia të fundit. E qartë, megjithatë, ju apo e ndiqni procesin edhe në rrugë ligjore nëpërmjet një avokati? Jam paraqitur në shumë avokat në Shqipëri dhe përgjigja që kam dëgjuar që më ka zgënjur plotësisht ka qenë kjo. Zonjë, pasi më kanë dëgjuar deri në fund më kanë thënë kaq. Zonjë, në gjithë Shqipërinë, të gjithë klientët që na vinë kanë problemin tënd, sepse Shqipëria nuk funksionon, ka vetëm mashtruesa dhe nuk më ka pranuar për momentin asnjë avokat ta marri krejt çështjen time me fakte. Vendosa të jem avokati vetes, siç kam bërë në 2 procese në Greqi dhe në Gjermani dhe e kam fituar. Arsyeja, dua vetëm drejtësi. Nuk dua korrupsion. Kush shikoj pa drejtësi në jetën time jam e lindur e tillë, nuk dua mashtrime edhe sikur kjo të ndodh në persona të tjerë në sytë e mi. A keni një projekcion apo një shpresë për një zgjidhje? Çdo herë që kam menduar se jam në fund të procesit tim për nxjerrjen e tapive, marr një përgjigje negative nga hipoteka. Që do të thotë, zonjë, përgjigja është negative, dokumentat nuk mjaftojnë, duke ja dorëzuar përsëri dokumentat, duke prit afatin, sepse kur bën një aplikim te noterët ka një afat sipër. Duke paguar 1.300.000 hipotekën si institucion në aplikim, noterin, topografin, duke ndenjur 9 muaj pa punë, duke lënë punën familjen në Gjermani, duke prit në derën e hipotekës me javë ulur me një batanie ngjit me institucionin. Askush, drejtori Edi Qosje që ka qenë për 6 muaj nuk ka zbritur asnjëherë, duke shkruar një letër kërkoi drejtorin takim. E kuptoj. Një kuriozitet që besoj kanë dhe shumë nga ata që po na ndjekin në këto momente, aq me vlerë është prona që ju kërkoni sa ju kanë vënë këtë blokadë? Njerëzit që më pyesin kanë të njëjtën pyetje. Problemi qëndron këtu. Ne jemi 7 pjesëtar me ligjin 7501, bëhet fjalë për 25 lym tokë për 7 pjesëtar, nga ana e ligjit jemi me dokumenta të rregullta. Arsyen përse nuk e nxjerrin nuk e kam kuptuar pas 10 muajve. Por kam kuptuar dhe kam shumë fakte që mashtrimet janë të lidhura me njëra tjetrën. Këto janë fakte që disponojnë në këtë moment që mua si person kërkojnë, me bëjnë presion nga të gjitha anët të largohem nga Shqipëria. Ti lë tokat, të lë 2 shtëpi ku jemi 7 bashkëpronar dhe të mos shkel fare. Kjo është arsyeja që unë rri nëpër rrugë pas një mbështetje. Ja kuptoj. Sepse unë luftoj çdo gjë që shoh që është mashtrim. E kuptoj. Dhe një pyetje të fundit, besoj keni dëgjuar pavarësisht emigrimit për këtë prokurorinë e posaçme që merret posaçërisht me këto vepra penale, a keni shkuar pranë SPAK-ut? Kam dëgjuar se duke qenë 28 vite jashtë që po ka një SPAK që mund, por dhe atje ti do të plotësosh një letër me fakte, do t'ja dërgosh dhe do jesh në pritje. Unë, zotri, nuk mund të rrit jetoj në Shqipëri 20 vite të pres kur SPAK-u do të vi edhe do të kërkoj këtë çështje. Unë kam mbledhur faktet vetë për çdo gjë dhe nuk di nëse do vi momenti për tek SPAK-u, por jam në pritje sa më shumë fakte deri në momentin e fundit. E kuptoj. Dakor, po aktualisht natën ku e kaluat mbrëm? Aktualisht natën në rrugën internacionale Belësh, qytet Stalin, në rrugë. Sepse duke qenë bashkëpronare në 2 shtëpi dhe 25 lym tokë, unë nuk kam drejt as të futem në ato.
në makinë. Po kushtet higjienës sanitare si ja bëni? Pasi ri një javë, 10 ditë, edhe lahem në për ujë ku gjej, shkoj në Janin, lahem, qetësohem pak ditë dhe vi përsëri dhe filloj përsëri nga para. Çfarë është bërë është pothuajse zero, më duhet filloj prapë nga para. E kuptoj zonjë. Dhe më vjen keq për situatën tuaj, besoj i keni të gjithë emrat që nuk po ju japin zgjidhje për hallin tuaj apo jo? I kam të gjithë emrat, por do doja të thosha në publik populli shqiptar dhe mosha e tretë që rrin me vite përpara kadastrës Elbasan. Po. Dua të jap një mesazh. Zoti Edi Rama nuk duhet ta di si funksionojnë institucionet në Shqipëri, funksionojnë zero, ai nuk duhet ta di këtë. Duhet të ketë një telefon nëpër institucione, çdo mashtrim të lajmërohet në telefon. Nuk mund presin gjithë njerëzit spakun. Njerëzit nuk janë të gjithë që mund të flasin, të kenë guxim, të dalin. Nuk mund të funksionojë në kështu të gjithë Shqipëria të presi spakun dhe pleq të gjejnë zyrat e spakut, zotërinj. I kanë lënë fëmijët në emigrim, presin fëmijët të dalin tapit, të kthehen në vendin e tyre, të marrin tokën e vet. Po ka numra kështu për antikorrupsionin, ka drejtoria antikorrupsioni kryeministria në letër. Nuk mi ka informuar, unë nuk kam nga të informuar për asgjë. Avokatët jo, noterët më kanë mashtruar nga i pari në fund. Kadastra po ashtu, me faktet që disponojnë në këtë moment. Në çdo zyrë që shkoj e kanë mësuar që unë nuk lë asgjë pa i marrë me kamerë, pa fotografuar, pa marrë fakte me firma dhe e presin që unë diçka do bëj. Edhe tani të gjithë më largohen. E kuptoj zonjë. Le të shpresoj që të paktën të shërbej kjo intervistë për të ndërgjegjësuar për rastin tuaj. Zonja Verusha, faleminderit për kohën. Shumë faleminderit, në një takim të ardhshëm do duhet të informoj se ku jam me çështjen. Absolutisht dhe do të jemi të hapur për situatën tuaj. Ju përshëndes. Shumë faleminderit. E përshëndesim zonjën Verushe Kurtezi dhe historinë e saj dramatike, fatkeqësisht të përsëritur, por kemi bëjmë një qytetare që nuk ka ndërmend as të dorëzohet, as ta marrë shtruar dhe ky është lajm i mirë.